se shumica kohës po fol shqip, që edhe ëndër po shën shqip disa herë. Kur mendove me vendos mu bo banore Kosovës? Mas një muaj që jam konë këtu, natën e fundit e kam taku me do shoqënia të huajt, njerëz që punojshin nëpër organizata jo qeveritar ose qeveritar. Pa të mbo një darkë edhe kam taku me një djalë që punojke për ambasada Norvegjisë. Edhe ai krit mërzitur, patëm një super kontakt që shtu edhe ai krit mërzitur, më thojke, më duhet një cimera e re, jemja është u shku, se di tash me marrë me këtë punë, edhe i thash, pret, unë nesër kam me shku, po ti sa në të jetu më karës, edhe shumë besoj në koha e Zotit, shumë besoj në Zotit, kam shumë, shpirtin tëm është ndezi maksimumi. Për që ata, kur më tha që shtu, i thash, prit, se unë jam tepër mërzit me nesër, ti më ka thënë që mërzit është që duhet me gjetë dikush. Nashta, mojna me kytë shëdin edhe me gjetë, nashta mojnë me ardhë me i banu me ty. E më tha, okej, hajde, folim prap, i thash 3 ditë lema për me organizu me pa a bën as bën. 3 orë masi që erdha në Zvicër i thira, thash Martin, erdha, se ndodhin senet atje që më thojshin fil, hec se që atje ki... Nuk besoj që kam vendos Kosovë, Kosovë me ka vendos, me ka thirë këtu. Në jetës tem kur s'kisha mendu me fol shqip, kur s'kisha mendu me jetu këtu, kur s'kisha mendu me pas këto aventura që kam pas, që nuk janë konte leta, po janë konte vleshme edhe më kanë rritë si njerë, më kanë rritë si shpirt, më kanë rritë si... I love it.